Përshëndetje nga kuzhina e njerit, sot kam vendosur me ndo me juve edhe një recetë natyrale. Një recetë të shumë kërkuar prej motrave, si gjithmonë, edhe shkrimet mas shumte që mi bojnë motrat janë tek foqa ime në Instagram. Sikur për efektet që janë bind vetë që me shkrujnë, i postoj gjithmonë për mu bind pra jo që me ndjekni në kanalin tim Kuzhina e njerit në YouTube, mundeni mi pa të gjitha faktet në faqen time në Instagram, po ashtu me emrin e njëjtë Kuzhina e njerit për mu bind pra vetë. Këtë recetë natyrale desha të ndoj për juve motra që më keni shkru edhe më keni vetë. Po ashtu në Instagram njeri postona diçka për neve që kemi probleme me aknet në fytyrë, që keni probleme nga diellit, ashtu rrezet e diellit që ju kanë bo krejt pigmente për ndryshe njolla të kafta në fytyrë, edhe nuk bohen veç një pjesë, por ju bohen sikur shaja të përhapura, edhe ju duken keq po ashtu tek balli, prej rrezeve të diellit, pra pigmentet në fytyrë, për juve që keni puçra në fytyrë, ja vlen ta provoni. Është një recetë natyrale që përbehet prej vetëm 2 përbersve natyral. Është përbërsi parë, pra mjalt organike, ose mjalt çfarë ju qëllon në shtëpi. Unë e blej gjithmonë mjaltën organike në Austri ku shkoj te vllazët e mi, tamam 100% mjalt që i kanë bletat në bjeshk. Mandej e merrni lang të limonit, si ta përgatitni pra këtë mosk. E merrni një lugë të mesme plot me mjalt, edhe pak lang të limonit e ndrydhni, jo shumë lang pra, pak lang, veç sa me përzi me u bo si lloj paste. I përzini të 2 përbërësit mirë. Mandej e aplikoni në fytyrë këtë mosk, në gjitha anët ku i keni qëto pigmentet për ndryshe, njollat e kafta, aknet, që aty ku ju kanë bo pranë, qatë pjesë. Edhe e leni 15 deri 20 minuta në fytyrë. Mbas 15-20 minutave e pastroni fytyrën me ujë të ngratë, mandej e përdorni pra kremin e juaj që e përdorni gjatë ditës, tash çfarë ju e përdorni ju e dini, veç këtë mosk pra çdo ditë e aplikoni në fytyrë, derisa t'ju largohen çato njollat e kafta, aknet, puçrat në fytyrë. Pra çdo ditë e aplikoni këtë mosk që e përmenda nga vetëm 2 përbërës që përbehet natyral mjalt edhe pak lang të limonit. E pastroni fytyrën me ujë të ngratë edhe e aplikoni kremin e juaj që e përdorni çdo ditë. Për efektin se m'dul goja mas vesh. Të ju thonë gjithmonë që të fjalë për efektin. Ju them kështu sepse shumica nuk po besojnë fillim, mandej kur po vinë shkrimet edhe po binden vet, shumica e motrave po më shënojnë neri se kam besu që më ndihmon kjo recetë ka shumë, por tash e provova dhe binda vet. Ju them për efektin binden e vet, sepse ju që zbesoni, e them këtë fjalë për mu bind ju me provu vet edhe shifni vet efektin, edhe prap keni më shkru edhe keni mu bind vet për efektin. Kështu që ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia. Faleminderit për krahjen që ma bëni, komentet e bukura. Deri në recetën e radhës nga Kuzhina e njerit ju them, miru pafshim.